Partia Demokratike ka denoncuar si operacion propagandistik lajmin për shoqërimin e 3 italianëve gjatë protestës së 8 majit. Deputeti Clevis Balliu akuzoi policinë dhe kreun e grupit socialist Taulant Ballën se kanë fabrikuar një skem me mercenar të paqan për të goditur politikisht opozitën. Me datën 8 maj, u publikua lajmi se 3 shtetas italian ishin shoqëruar në polici gjatë protestës së opozitës. Pak më vonë këta shtetas u lanë të lirë pasi rezultoi se ndaj tyre nuk ishte prova apo fakte që të justifikonin ndalimin. Ky fakt dëshmoj se policia kryen arrestime dhe shoqërime pa bazë ligjore, vetëm për të krijuar klim frike dhe terrori ndaj qytetarëve dhe protestuesve opozitar. Një ditë më pas, më 9 maj, portali pranë familjes Rama, Prapaskena, publikoi një artikull ku pretendoi se 3 italianët kishin hedhur koktejl Molotov gjatë protestës dhe se sipas portalit ata kishin deklaruar në polici se ishin sjellë në Shqipëri nga Shkëlzen Berisha dhe ishin paguar nga Flamur Noka, Clevis Balliu dhe Belind Këlliçi. Ky lajm i pavërtet u shpërnda më pas nga media të tjera pranë qeverisë si Report TV dhe Shqiptarja.com, duke tentuar të krijojë perceptimi i një organizimi kriminal të protestës së opozitës. Pas publikimit të këtyre lajmeve, Gazeta Tema publikoi një editorial ku hidhej teza se rekrutimet po bëheshin në Itali për shkak të një fryme anti-Rama në atë vend, si edhe për faktin se Partia Demokratike gjëja kishte mbështetjen e mediave italiane. Më datë 10 maj, për të mbështetur më tej këtë narrativ në televizionin e ABC News, u transmetua një intervistë ku personat paraqitur si analist apo ekspert të sigurisë pretendonin se 3 shtetasit italian kishin hedhur Molotov dhe kishin dhënë deklarime të detajuara në polici. Në fund të kësaj fushate mediatike reagoi edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i cili deklaroi publikisht: "Mirë që dhunuan policin, por kush i solli italianët me Molotov?" Kjo deklaratë u paraqit si fakt i kryer pavarësisht mungesës së provave dhe vendimeve gjyqësore. Më pas ky reagim u shpërnda dhe u amplifikua nga një pjesë e madhe e mediave kombëtare, duke forcuar më tej narrativën e ndërtuar kundër protestës së opozitës. Në këtë mënyrë u krijua një operacion i koordinuar mediatik dhe politik, përmes të cilit u proceduan 3 shtetas italian pa prova të qarta, u hodh balë mbi protestën e opozitës, u tentua kriminalizimi i opozitës dhe u ngrit një procedim penal ndaj meje, deputet i Partisë Demokratike. Ky mekanizëm ngjan me praktikat e ish-sigurimit të shtetit ku pushteti prodhonte dëshmi të fabrikuara dhe akuza të pabazuara për të goditur kundërshtarët politik. Balliu kodhi poshtë çdo akuzë për përfshirje të personave të huaj në akte dhune, duke e cilësuar të gjithë ngjarjen si një sulm të koordinuar politik.